e përgojuan me shpotin karakteristike të delirantit provincial, shkarkimin që Ministria e Brendshme i bëri zëvendësit për tymosjen e cigares në një lokal të mbyllur. Dhe të mos e përshëndesësh këtë akt dhe të mos kërkosh që ky akt të jetë norma, të jetë parimi i palëkundur i atyre që qeverisin, por të bësh hajgare me këtë, do të thotë që të jesh një bisht cigareje i mbetur më kot në takatuken e jetës demokratike, që askush nuk ka ndërmend ta ndez më, por dhe askujt nuk i shkon mendja se duhet quar për riciklim.